Kemi folë edhe për shenjat e natës së Kadrit, por ti përsërisim normal që atë ditë është tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Do të jetë paqe deri në agim të mëngjesit. Pra gjithë ajo natë do të jetë një qetësi, do të jetë një ndjenjë paqësore dhe qielli do duket më i hapur se zakonisht që është në netët e zakonshme. Pastaj uji do të jetë më i ëmbël, do bien do mbretëroj një qetësi. Ndoshta shpesh herë ka edhe ndonjë shi i lehtë, shi si thon na sikur shiu i xhenetit, kështu si bëjmë një lloj krahasimi, kështu më thon. Dhe është një qetësi shumë e madhe edhe shpirtërore, edhe mendore, edhe njerëzit ndihen më qetë pra në këtë natë. Po ashtu nuk ka të lehur atë qenve, po ashtu në këtë natë të bekuar pra ndëgjohen më shumë këndusit, pra po flas gjelat këndësit pra ndëgjohen. Po ashtu është një qetësi e madhe, pra ndihet edhe tek kafshët, ndihet edhe tek njerëzit një qetësi, një paqe e madhe, një selam i vërtet, pra një paqe e madhe. Por këto 7 ditë që kanë mbetur, çfarë duhet bëjmë? Padyshim që duhet japim sadakatul fitrin, që është një institucion shumë i rëndësishëm, që është pastrim për agjëruesin, pra për agjëruesit është një pastrim, një sa, pra një enë ose një mallësi e vogël, një dhuratë që shpërndahet për njerëzit në nevojë ose shpërndahet për ata që janë në studime ose që janë medresantë ose që janë studentë ose që janë njerëz në kërkimin e diturisë, sepse ai që është u marrë me kërkimin e diturisë nuk ka kohë për të punuar, për shkak se është i marrë me kërkimin e diturisë dhe është i angazhuar për mësu diturinë që atë dituri për t'ja shpërndar popullit ose vendit të tij. Pastaj për ndërtimin ndonjë çesme, ndonjë ure, ndonjë shkolle ose për ndërtimin një librarie e kështu me radhë. Pra në këto 7 ditë është mirë të bën vepra të mira, pra sa të mujmë për shkak me hap një çesme, një bunar, një shtëpi, me ndërtu një librari, me ndërtu një urë, me hjek një therpë rrugë minimumi i kësaj, ose me thonë vazhdimisht me gjuhën tonë, faleminderit Zot për të mira që më ke dhënë, elhamdulillah, me thonë subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar. Sikur ai bujku që ka ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë sa mani fjalë të mëshme, ka thonë thuaj subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar. Edhe kjo është ra'sul amri. Ra'sul amri pra gjëja më e lartë dhe më kulmore, në kulminacion ta quajmë ashtu. Pastaj është edhe traditë që të shtrohen iftaret,